E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar një titull që në fakt mua më ka tërhequr shumë vëmendjen dhe hyra që ta shoh. Nuk do ta besoni se çfarë i ka ndodhur gojës së Eglit Takos. Realisht u shqetësova, do të thënë çfarë i ka ndodhur gojës së Eglit. E di që Egli ka kaluar ditë shumë të bukura, do të thënë është munduar që të bëj relaks në veten e saj, të kaloj bukur, të argëtohet, të qetësohet në fakt nga kjo maratona e gjatë e lodhjes që Egli kaloi, duke ju përkushtuar shumë emisionit Yezdei, duke u munduar që çdo puntat ta sjellin më të bukur se sa puntatat e tjera, duke ju përkushtuar edhe profesionit tjetër dhe mbi të gjitha, Egli Tako ka postuar së fundmi një fotografi. Një fotografi që ka bërë një lloj emoj, le ta them, ka bërë një lloj emoj live në foto dhe me patjetër thonë që gojës së Eglit nuk i ndodh gjë gojës së Eglit, thjesht ka bërë këtë gjën, që nuk është ndonjë gjë e madhe, po ta shohim lajmin brenda çfarë thotë. Egli Tako ka ndarë së fundmi një postim në Insta Story që ka tërhequr vëmendjen për shkak të pamjes së pazakontë. Në përshkrimin shoqërues ajo ka bërë një koment të shkurtur lidhur me muajin janar dhe ndjesinë e zgjatjes së tij. Fotoja publikuar e shfaq Eglin me një shprehje të çuditshme të fytyrës, ku goja duket e shtrëmbuar qëllimisht. Postimi është pjesë e përditshmërisë që Egli ndan her pas here në rrjetet sociale. Ajo vazhdon të mbetet aktive online duke publikuar momente të ndryshme nga jeta e saj personale dhe profesionale. Tani, unë mendoj që Egli e ka thënë që po më duket janari mbaron në mars, në kuptimin që dua të jem sa më afër publikut, dua të sjell sa më shpejt emisionin e radhës, se ju e dini shumë bukur. Në momentin kur Egli na ftoi të gjithëve për kafe në grupin e saj të hapur në Instagram, Egli tregoi që do të vazhdonte të merrej me televizion, por jo moderatore në Fan Club, por do të bënte një emision të ri, një emision me një koncept krejtësisht ndryshe që në fakt nuk e kemi parë në media dhe normalisht duke mos qenë aktive, duke mos qenë afër publikut, çdo javë, do me thënë i mungon shpirtërisht kjo pjesa dhe bën Eglin që të reagon me postime të këtilla, në fakt postime që ngjallin shumë kurreshtje tek publiku shqiptar, krijojnë shumë pikpyetje se çfarë po ndodh me fatin e Eglit, çfarë po ndodh me gojën e Eglit. Egli është shumë mirë, Egli do të na rikthehet shumë shpejt në rrjetet tona sociale, do të na dhuron atë pozitivitetin dhe atë dashurinë që na e ka dhuruar gjithmonë, atë energjinë e bukur që na e ka dhuruar gjithmonë. Jam i sigurt që Egli do të vi me një super emision, do me thënë deri diku kam arritur t'i marr detajet, por edhe pak sa të finalizohet gjëja nuk do ta bëjmë publike. Do me thënë do t'jetë një super emision i bukur që do ndodh për herë të parë në televizionin e Top Channelit, ku më pas edhe Egli Tako do të postoj edhe këngë, edhe projekte që në fakt i ka punuar me shumë dashuri. Do me thënë goja e Eglit është jashtëzakonisht mirë, nuk është se ka ndonjë gjë, thjesht janë këto titujt që normalisht shqetësojnë publikun dhe unë do kisha dashur që me këto tituj t'u japin fund më sepse bëhet e neveritshme. Por do me thënë është kjo mërzitja apo ajo stresi shpirtëror që Eglin e ka kapur se kur do të vinë muajt të tjerë të sjellim sa më shumë gjëra për publikun dhe të jemi sa më afër publikut. Unë jam i bindur që publiku Eglin e pret me shumë dashuri, duan të dëgjojnë gjëra nga ajo dhe duan ta duar trokasin.